Në emër të Atit e të Birit e Shpirtit Shenjtë. Hiri i Zotit tonë Jezu Krishti, dashuria hyjtat dhe bashkimi i Shpirtit Shenjtë qoftë me ju të gjithë. Dhe me shpirtin tënd. Vëllezër e motra, jemi bashkuar sot që ta kujtojmë dhe të lutemi Zotit të ngjallur. Krishti është ngjall, për një mend është ngjall. Sot Krishti nevojitet që të ringjallet në zemrën tonë, në jetën tonë, në familjen tonë, në bashkësinë tonë, që vërtet të gëzohemi ashtu si që gëzu apostujt kur e kam parë Jezusin. Si çdo herë në fillim të meshës shenjtë, jemi të thirrur që të kërkojmë falje për mëkatet tona, apo kur nuk jemi ringjallur ne bashkë me Krishtin, që të mundemi t'i kremtojmë dënsisht misteret e shenjta. Po i rrfehem, hyë të gjithë pushtetshëm, dhe juva vëllezër e motra, se kam katnuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajin tim, për më të madhin fajin tim. Prandaj po e porosites lumës Mari, gjithmonë virgjit, të gjithë engjujve, shenjtërve dhe juva vëllezër e motra, që të luteni për mua Zotin hyjën tonë. Hyj gjithë pushtetshëm pas me shirë për ne, na i falë mëkatet tona dhe na përcjellt në jetën e pasosur. Amen. Gloria in excelsis Deo. Amen.
Te lutemi, o hy, ti në ditën e sotme na e hape derën e jetës së amshuar. Në sajt e fitores e të një lindur i birit tënë mbi vdekjen, bëj po të lutemi, që ne të cilët po e kremtojmë gjallën e Krishtit, të përtrirë në shpirtin shenjt, të ngjallemi në dritën e jetës së pasosur. Në për Zotin tonë Jezu Krishtin birin tënë, që me ty jeton e mbretëron e bashkë me shpirtin shenjt, hy për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë Pietri mori fjalën e tha: Tani me të vërtet po marr vesh se hyj nuk i mban kujt krah. Ju e dini çka ka ndodhur në mbar Juden, duke filluar nga Galileja, pas pagëzimit që predikoi Gjoni, sepse hyj Jezusin prej Nazaretit, e shuguroi me shpirtin shenjt e me pushtet. Atë që përshkoi vendin, duke bërë mirë e duke shëruar të gjithë ata që kishin rënë nën pushtet të djallit, sepse hyj i ishte me të. Ne jemi dëshmitar për të gjitha që bëri në mbar krahinën e Judes e në Jeruzalem. E vran duke e varur në shtyllë. Hyj e ngjalli të tretën ditë dhe bëri që të dëftohet i gjallë, jo mbar popullit në përgjithësi, por dëshmitarve prej hyjt të paracaktuar, neve që bashkë me të kemi grënë e kemi pirë, pasi u ngjall për të vdekurish. Ai edhe na urdhëroi t'i predikojmë popullit e t'i japim dëshmi se Jezusi është prej hyjt i caktuar gjykatës, i të gjallëve e i të vdekurve. Për të bëjnë dëshmi të gjithë profetët, në fuqitë e emrit të tij i jepet falja e mëkateve secili që beson në të. Fjala e Zotit. Sepse është i mirë, sepse përjetshme është dashuria e tij. Le thot Izraeli, Zoti është i mirë, e përjetshme është dashuria e tij. Gjata e Zotit u madhërua, e gjata e Zotit më lartësoj, stua të ftes, dua të jetoj, veprat e Zotit do t'i kumtoj. Ti këndojmë Alleluja, Zotit tonë
Leximi prej letrës së Shënt Paulit Apostull drejtuar Kolosianëve. Vëllezër, nëse u ngjallet bashkë me Krishtin, kërkoni çka është lart. Ku gjendet Krishti i ndjenjur, në fron në të djathtën e hyjit. Dëshironi gjërat që janë lart e jo këto përmbi tokë, sepse vdiqet dhe jeta juaj është e fshehur me Krishtin në hyjin. Kur të duket Krishti, jeta juaj, atëherë edhe ju bashkë me të do të shfaqeni plot lavdi. Fjala e Zotit. Falenderojmë ju. Flies ngjallur të pashkëve tona, ti këndoj të kështerit goja goja. Qengji delet i liroj, mkatnart Krishti i shëlboj. Me atin duke i pajtuar, jeta e vdekjan dy luftim. U përleshën mrekull shqim, prisi jetës vdekur ra, por unë gjallë, sundon panda. Na tregoti o Mari, çka ke pa me ata sy? Kam pa varrin e Krishtit gjallë dhe lavdin e atij që u ngjall. I pash engjëjt dëshmitar, rizën petkat dvana pal. Unë gjallë Krishti e imja shpres, para u del në rreth Galiles. Unë gjallë Krishti për një mend, mbret fitues, mëshirë për gjithkand. Aleluja. Zoti qof me ju. Dhe me shpirtin tënd. Leximi i Ungjillit qaj sipas Gjonit. Lumturi të qoftë. Ditën e parë të javës në mëngjes ende pa dalë drita, erdhi Maria Magdalene te varri dhe pa siguri ishte hequr prej varrit. Atër erdhi me vrap te Simon Pietri dhe te ai nxënësi tjetër, të cilin Jezusi e donte dhe u tha: E kanë marrë zotrin prej varrit e nuk dim se ku e kanë dhënë. Atër dolën Pietri dhe ai nxënësi tjetër e u nisën drejt varrit. Vraponin të dy bashk, por ai nxënësi tjetër ja kaloi Pietrit dhe arriti i parit e varri. Ai u përkull dhe pa pëlhura të vëna aty, por nuk hyri. Ndërkaq mbriti edhe Simon Pietri që po vinte bastijë dhe hyri në varr. I pa pëlhura të vëna dhe rizën që pati qenë në krye të Jezusit. Kjo nuk ishte më pëlhura, por veç mas e palosu një vend. Atëherë hyri edhe ai nxënësi tjetër, që mbriti i pari të varri, pa e besoi.
në të vërtet ende nuk i kishin kuptuar shkrimin shenjt se duhet që ai të ngjallej se vdekuri. Fjala e Zotit. Qoftë lu Krishti. Vëllezër e motra, Pashka është solemniteti më i madh dhe e kremtja më e madhe dhe kulmi i historisë njerëzore, rinovimi përfundimtar i beslidhjes me Zotin, fillimi i jetës së vërtetë, ditëlindja e botës dhe ditëlindja e juaj e vërtet, kur ne e përkujtojmë pagëzimin. Nuk është vetëm ringjallja e Jezusit të Nazaretit, 20 shekuj më parë, por një ngjarje e tanishme që ka të bëjë me ju dhe të gjitha krijesat dhe për të gjitha kombeve. Dhe në këtë histori, në këtë ringjallje të Jezusit, mund të shtrohemi një pyetje. A ka ndryshuar vërtet jeta e juaj, jeta e jonë? Jezusi është ai burimi i të gjitha gëzimeve tona dhe i shpresës dhe i gjithë kuptimit të jetës tonë, jetës suaj. Ungjillin që ndëgjuam është një pjesë e Ungjillit shumë i bukur me ndëgjue, që na flet prej fillimit të ditës së parë. Kur fillon dita, është tagimi i ri në të cilën jeta në një mënyrë na fton. Në këtë pjesë të Ungjillit është një grua, Maria Magdalene, që ka fillu të kërkoj Jezusin, por nuk e gjen. Ajo po shikon në varr mjetin e fundit nga i cili nuk ka kthim mrapa. Kjo është e dukshme tash. Por Jezusi nuk është aty. Që nga ajo ditë, gjithçka është e re. Mandje dhe mbi të gjitha mënyrat e Jezusit për të qenë i pranishëm, për të shfaqur, ka gjithçka për të na mësuar dhe për të na zbuluar edhe ne. Dishepujt e përshkruan Ungjilli nuk e kanë kuptuar shkrimin shenjt. Siç në fakt, as ne nuk e kuptojmë shpesh shkrimin shenjt. Nuk e marrim ringjalljen brenda jetës sonë, brenda vetës sonë. Nëse ecim të mërzitur, nëse jetojmë pa shpresë dhe nëse nuk jemi të gëzuar në jetë. Dhe kjo është lajmi apo dëshira që na shtyn, edhe gratë ka shtyr që ta verifikojnë. Dhe ky verifikim vjen kur është miqësia e thellë me Jezusin, sepse miqësia na nxit të fillojmë përsëri ta kërkojmë Jezusin. Ta kërkojmë atë mes të gjallëve, si në agimin e asaj dite të re dhe të parë. Ku të fillojmë me kërku Jezusin? Ungjilli na thot të kërkojmë në shkrimin shenjt. Përveç grave, janë edhe 2 apostujt tjerë që këto shkojnë me lajmëru sepse varri është bosh. Pastaj hyri edhe dishepulli tjetër i cili arriti i pari të varri, që janë 2 nxënësa. Është mëngjesi i Pashkëve, Pietri dhe Gjoni. E kanë marrë njoftimin që me një mënyrë ju ka hekën atë perdën nga mendja dhe sytë e tyre. Një perdë e trashë, zezë, begisi e fortë. Në të cilën ata e kanë vërë besimin në miqësinë e Jezusit. Kush janë ungjillëzuesit e parë? Është Maria Magdalene, që me vrap ka shku te varri
për të verifikuar mungesën e mesuesit. Dhe 1000 fjalë kthehen për të bërë zemrën e tyre të rrahin. Ato shkojnë me vrap të varri, me vrap rikthehen prap të Simon Pietri dhe të nxënësit e tjerë. Është shpresa, ndoshta ajo që Jezusi kishte thënë për të, pas 3 ditësh ishte realizuar. Është merë, përveç vdekjes në kryq si kriminal, a kishte vjedhur dikush trupin e shtrejt e Jezusit, vari bosh është lajmi mirë apo një dhimbje tjetër për nxënësit. Dishepulli tjetër, që Ungjilli e përshkruan që Jezusi e ka dashur në mënyrë të veçantë, vrapon më shpejt se Pietri. Me një mënyrë Ungjilli do më na thonën, dashuria vjen e para. Dashuria nuk pret konfirmim, por vrapon dhe kërkon, që shkon me kërku, nuk rrim me një vendëm. Vëllezër e motra, të ndala pak të kjo pjesë e vrapimit. Do shte Pashkët fillon si me një garë që të ndodhë në jetën tonë. Maria Magdalene vrapon nga varri të dishepujt. Atër Pietri dhe Gjoni vrapojnë se bashku të varri. Ata vrapojnë si që bëjnë zakonisht fëmijët kur mëngjesi presin me bët diçka, sepse e kanë dashurinë e madhe. Në fakt, Pashkët nuk mund të priten ullur në një dhomë të ndenjës, sepse ka të bëjë me fatin e secilit prej nesh, me fatin e atyre që e duan Jezusin, që e duan Zotin. Nëse gjithçka nuk përfundon në një varrezë, të gjithë do të donin të sigurohemi sa më shpejt që të jetë e mundur. Dhe kjo është arsye që edhe gratë vrapojnë, apostujt vrapojnë me verifikue, është e mundur kjo. Dorëheqja, trishtimi, ankthi, depresioni, nga ana tjetër, vazhdojnë me një ritëm të ngadalt. Nuk të lejojnë të ecësh, nuk të lejon me kërkue, nuk të lejon me shku të varë me kontrolue. Dhe kjo është diferenca që i bëjnë me ata që vrapojnë dhe me ata që rrinë ullur, to është atë djeleve që rrinë në dhomën e ndenjës. Jënë këmbët që vrapojnë dhe ndjejnë atë dashuri për ta kërkuar Jezusin. Megjithatë, nga tregimi i ungjilltarit Gjon, asnjëri prej tyre nuk e sheh më njëherë Jezusin e ngjallur, por vetëm e vrejnë mungesin e tij. Dhe varri është bosh, duket se e përshkruan Ungjilli, pëlhura ishte palosur si nuk ka një dhomë në rregull në gjithçka. Ashtu që edhe ne mendojmë shpesh se gjithçka jemi në rregull me Zotin. Besimi i krishter bazohet në dyshim për sigurinë tonë. Dhe pak nga pak, ky dyshim bëhet një kërkim për dikën, për Jezusin. Ne kemi një kohë të Pashkëve që është gjatë deri ditën e Rshajve. Është një kohë që kisha na fton të meditojmë mbi takimin tonë me Krishtin, mbi kërkimin tonë mbi Jezusin, për ta kuptuar më mirë atë mesazhin e Ungjillit, për ta kuptuar më thellë këtë takim me Krishtin. Ungjilli e përshkruan pa dhe besoj, dy nxënësit shohin dhe besojnë. Gjoni vrapon dhe ndalon në prag përballë gurit që është rrokullisur. Ai e sheh një varr zbrasët që është një shenjë. Por para kësaj me një mënyrë i beson lajmit që e ka marrën nga fjala e grave. Me një mënyrë është rruga e besimit
që ecim edhe ne, është vetmja mundësi që duhet të besojmë në fjalën e Zotit. Fjala dhe shenjat na i hapin drejt një besimi në rritje, në kujdesin ton të qenurit si të krishterë, në një shoqërim të vazhdueshëm me Jezusin, që të nxit me vrapue, me shku drejt Jezusit, dhe me një mënyrë me prekën shpëtimin në jetën tonë. Pra punala të kjo fjala e fundi ku e përshkruan Ungjilli, sepse ata ende nuk e kanë kuptuar shkrimin shenjtë. Ungjilli nuk ka turp të bëjë deklaratet e ngjajshme për apostujt, për dëshmitarët e parë të Jezusit, për miqtë e ngushtë të Jezusit. Kjo na shqetëson neve. Nëse ata nuk do të kishin kuptuar për 3 vjet afërsinë e Jezusit, me katekizëm të vazhdueshëm mbi atin, me mësimin që Jezusi ju ka bërë për 3 vite mbi hyun, me shenjat e mrekullueshme, me fjalë paqësuese, depërtuese në zemrën e njeriut. Edhe ne mund të ecim përpara pa u lodhur në kërkim dhe të sigurt për të gjetur. Të kuptuarit është shpesh një udhëtim i gjatë që kërkon durim dhe këmbgulje. Të kuptuarit është një art dhe një dhurat, sepse nevojiti që ta takojmë Krishtin e ringjallur. Ungjilli i pashkve na çon në kalimin themelor të jetës, nga të paralizuarit të vrapuesit ndaj Jezusit, nga jo besimtarët të qenurit besimtarë në Jezusin, nga të huajt të afërt të gjakut, nga të vdekurit të ngjallurit. Ashtu si dishepujt në agimin e asaj ditet e parë, le të vrapojmë, le të marrim seriozisht lajmin e gëzuar, që të gjallërojmë dëshirën për të gjetur të ngjallurin, për të bërë të rah përsëri zemrën e friksuar dhe shpeshherë të mbyllur dhe të rrudhur. Ringjallja do të jetë gjithmonë një mister që nuk do të kuptohet kur plotësisht, por është ajo shkëndijë e dritës që na lejon të vazhdojmë të shpresojmë, që na jep forcë dhe na bën të kërkojmë shenjat e pranisë së birit të atit mes nesh. Sot, me këtë lajm të ngjallës së Krishtit, të kënaqemi duke ndjerë veten të gëzuar dhe të ndjej veten me zemër të hapur, të ndjej veten afër Jezusit, të këmbët e Jezusit. Uroj që vërtet të gjithë ne, ju, familjet e juja, të ringjallemi dhe të përjetojmë praninë e birit e Zotit mes nesh. Gëzuar Pashkët e Zotit për të gjithë ju. Tani përgjësi është besojmë që lusmi, juftoj që të ngritemi në kam dhe në vend të besojmës me recitue, do të bëjmë edhe sot premtimin e pagëzimit, ripërtrirjen e pagëzimit që kemi bërë pramë në vigjiljen, por ndoshta shumë prej jush nuk i kam prezent, kështu që bëjmë tani edhe një herë. Fort të dashur, në sajt e misterit e pashkëve jemi varosur me Krishtin e pagëzim, që më të kalojmë një jetë të re, prandaj pasi u krye agjerimi i kreshmeve, të përsërisim premtimet e pagëzimit të shenjtë,
në të cilën dikur I patëm rënë mohi djallit dhe veprave të tija, dhe premtuam të shërbejmë hyjut në kishën e shenjtë katolike. Prandaj, a I bini mohi djallit, po I bie mohit, dhe mbar veprave të tija, Po I bie mohit. dhe krejt madhështisë të tij, Po I bie mohit. a besoni në hyjën atën e gjithë pushtetshëm krijuesin e qiellit dhe të tokës? Besoj. A besoni në Jezu Krishtin, jetë vetëm I mbirin e tij, Zotin ton, të lindur prej Marisë Virgjë, që besoi dhe që u varrosur, u ngjall dhe qëndron në të djathtën e Atit? Besoj. A besoni në shpirtin e shenjtë, në kishën shenjtë katolike, në shoqërinë e shenjtërve, në faljen e mëkateve, në ngjalljen e trupit dhe jetën e pasosur? Besoj. Dhe hyj gjithë pushtetshëm Ati I Zotit ton Jezu Krishtit, I cili na rilindi me ujë me shpirtin e shenjtë dhe na dha faljen e mëkateve, ai na ruajt me hirin e vet për jetën e pasosur në Jezu Krishtin, Zotin ton. Dhe tani do ta bëj bekimin e të gjithë popullit me ujin e bekuar që e kemi bekuar pramë kemi bërë pagëzimin e të driturve, dhe me këtë ujë e bekomi gjithë bashkësinë. Vëllezër e motra, duke kremtuar në këtë ditë hiri fitoren e Krishtit mbi vdekjen, bashkojmë zërat tanë për të thirrur nga Ati qiellor pasurinë e dhuratave të pashkve. Të lutemi duke thënë të gjithë së bashku:
Për Krishtin e ngjallur dëgjona o atë. Për Krishtin e ngjallur dëgjona o atë. Për papën dhe barin të kishës që të drejtojnë gjithmonë popullin e të pagëzuarve me dashuri e dituri. Të lutemi Për Krishtin e ngjallur dëgjona o atë. për të gjithë ata që angazhohen për të ndërtuar një botë më të mirë, që të bëhen imitues të Krishtit që ka dhënë jetën e tij për të gjithë. Të lutemi Për Krishtin e ngjallur dëgjona o atë. për të krishterët që të mos harrojnë kur që besimin e tyre jetohet në çdo situatë. Të lutemi Për Krishtin e ngjallur dëgjona o atë. që pjesëmarrja në këtë Ekaristi të na rijap forcën e nevojshme për shpalljen dhe dëshminë në jetën tonë. Të lutemi Për Krishtin e ngjallur dëgjona o atë. O hy i çdo ngushëllimi, dëgjoj thirrjet e bijve të tu në këtë ditë galdimi për kishën. Jepi atij që një forcën çliruese të vdekjes dhe ngjalljes së birit tënd hirin që të arrijë të shijoj për gjithmonë gëzimin e jetës së pafund në për Krishtin Zotin tonë. Dhe tani vazhdon mesha shenjtë dhe është liturgjia eukaristike. Se për këtë lëmoshës gjatë kreshmeve ne kemi bërë një aksion si bashkësi për bamirësi dhe kutia është në fillim të kishës, ndërsa mosha shkon për një pjesë për bashkësi dhe një pjesë për kishën e vendit. Kështu që ju falenderoj që të dy anë pak të ndani atë lëmoshën që keni njetë. Son e këndoj me promorim, Alleluja. Nuk kemi pse të rim nazim, Alleluja. Se të rritë
Lutuni o vëllezër e motra që flime dhe ju e të dalë pëlqyeshme para hyjet atit e gjithë pushtetshëm. Zoti e pranon flimin prej duarve të tua. Ai e ndan për ndelë e vditë e emrit të tij, si edhe për dobinë tonë, e vetëm barë kishës së tij të shenjtë. Të përshkruar plotësisht me gëzimet e pashkve, po ta kushtojmë o Zot flijen me të cilën kisha jote mrekullisht rilind dhe ushqehet në për Krishtin Zotin tonë. Zoti qof me ju. Ti lartësojmë zemrat. Te falenderojmë Zotin hyun tonë. Për një mend dëshpën e denjë dhe e drejt është detyra jonë dhe burimi shpëtimi. Te levdojmë ty o Zot në çdo kohë, por sidomos te madhrojmë me hareni këtë ditë kur u flua Krishti pashka jonë. Dhe një mend ky është çengji i vërtetë që i shlom katët e botës, duke vdekur e shkatroj vdekjen tonë dhe duke u ngjallur na përtriu jetën. Prandaj njerëzimi në mbar botën ngaldon me harrin e plot e pashkve, por dhe fuqitë e epërme dhe pushtetet angjëllore e këndojnë himnin e lavdisë sate, duke thënë pa pushim. Hosana, Hosana, Hosana në lartësi. Hosana, Hosana, Hosana në lartësi. Qeli e toka janë plot, aleluja, me lavdin të mbes. Aleluja. Hosana, Hosana, Hosana në lartësi. Hosana, Hosana, Hosana në lartësi. Në të vërtet je shejt o Zot burimi çdo shejtërie. Ty po të lutemi, shejtroj këtë dhurata me hirin e shpirtit tënd, që të bëhet për ne korpi e gjaku i Zotit tonë Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën të falenderoj, e thëju, u adhan nxënësve të vet dhe tha: Merrni e hani të gjithë prej këtij. Ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu pas ju kryedarka mori edhe kelkun përsëri të falenderoi. U dha nxënësve të vet dhe tha: Merrni e pini të gjithë prej tij. Ky është kelku i gjakut tim i beslidhës së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjallën e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, ne po të falenderojmë që na lejohet të qëndrojmë për atë e të shërbejmë ty. Po të lutemi me përvojtëri që shpirti i shenjtë na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakut të Krishtit. Le të bjenë mend o Zot për kishën tënde të shpërndarë në katër anët e botës.
për sosën e dashuri bashkë me papën ton Franceskun, me i pezhin ton Lyk dhe me gjithë klerin tënd. Le të bjenë mend edhe për vëllezërit tanë e motrat tona, të cilët pushohen me shpresë të ngjalljes edhe për të gjithë ata që vdeqën me mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrësate. Po të lutemi ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur me Marinë Virgjën Hylinse, me Shenj Jozefin fatin e saj, me shenjtrit apostujt të gjithë shenjtrit, që gjithëherë të pëlqyejnë që të madhrojnë dhe të levdojnë në për Jezu Krishtin, birin tënd. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty atë hy gjithë pushtetshëm në bashkim me Shpirtin Shenjt, të qosh do ndere lavdi për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Të nxitun nga urdhri shëlbuesi dhe sipas mesimit të ty hynor, ta lutim lutjen që na ka mësuar vetë Zoti. Ati ynë, që e në qelë, u shejtroft e mryt, artë mbretëria jote, u ban vullnesa jote, si në qelë ashtu në tokë, bukën tonë të përdiqme, na jep sot, na i falë faje tona, si i falim ne i fajtore tanë, e mos na lërë të bjene të ndim, por na liron nga i keqi. Artë mbretëria jote, ati, artë mbretëria jote, ati, artë mbretëria jote në tokën tonë. Na liro po të lutemi o Zot për të gjitha të këqijave dhe për mirësinë tënde na e paqen e ditët tona. E në sajtë me shirësate do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit, e do të jemi të sigur për gjatë rrugullimit duke pritur shpresën e lume ardhjen e shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. Ti o Zot je mbret, ti i gjithë pushtetshëm, ti i lumtur në amshëm. O Zot Jezu Krishti, u ke thënë apostujve tu, po i lë paqen për paqen time. Mos i shiko mëkatet tona për fenë e kishës sate. Jepi asaj sipas vullnetit të paqe dhe bashkim, ti që jeton e mbretëron në shekujt e shekujve. Paqja e Zotit që gjithmonë me ju. Ne shenjë paqe pajtimi, shtrini dorën njëri tjetrit.
Ja qenë gjyhyut, ja ai që i shlyen katët e botës, lumë ata që në të thirur për gustin e qengjit. O Zotë, nuk jam idej të marrë pjesë në të rezën tënde, por thoj një fjalë të vetme dhe shpirti im dhe të shërët. Po të kishme në pasusu. Tani do të jetë momenti i kungimit dhe juftoj të gjithë ata që në të pagzuar mund të afrohen dhe të kungohen me Krishtin.
Të lutemi. Mbroje o hy me dashuri të përhershme kishën tënde, të cilën e përtrite me misteret e pashkëve, që të arri edhe në gjallën e lavdeshme në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Nuk prezgati me lajme. Vëllezër motra, disa njoftime të rëndësishme për jetën e bashkësisë sonë. Të shtunën është 26 prill 2025. Në kalendarin kishtar është festa e nënës së Këshillit të Mirë. Zoja e Këshillit të Mirë është pajtoria e gjithë shqiptarëve, kështu që do ta kemi meshën këtu në kishë në ora 11. Pas meshës do ta kemi një barbecue. Për me marrë pjesë në barbecue është e nevojshme regjistrimi i obligueshëm, sepse nevojitet që të organizohemi. Për më regjistrue edhe me kontribue minimumin është 5 euro edhe ma shumë, kush do në. Mundi të regjistroni tash pas meshës të Klara Gjerkaj, apo të Maria deri të Mërkurën, ose të one më shkrue në mesazh. Të dielën kemi besim për fëmijë në ora 11. Mesha është në ora 13 si zakonisht dhe është e dielja me shirës hynore, dërsa të dielën 27 pas dite është mesha dhe në turnaut. Unë e di se jeni shembullor në sjellje edhe në qasje në kish, dhe për këtë ju falenderoj. Asaj për këtë fëmijët që bojnë ka njerë zhurë ma shumë, i ftoj prindrit që t'i sjellin fëmijët ma shpesh në kish, që të ambientohen ma shumë me ambientin e kishës, sepse është shembull edhe për ta që prindrit mi sjellin fëmijët ma shpesh, ju vetëm gjatë festave. Gjatë kreshmeve kemi vendos kutijën e bamirësisë, ashtu si që thash edhe më herët, nëse dikush dëshiron me kontribue, ju falenderojmë që tani që Zoti ju shpërblej. Falenderoj të gjithë ata që kanë marrë pjesë të ejtën e madhe, si apostoj, të premtën e madhe, vigjilin e pashkëve, të gjithë ata që kanë kontribuar me mënyra të ndryshme që gjithë shka të shkoj ma mirë dhe të organizohemi ma mirë si bashkësi. Dhe gjitha këto i bojmë në deri lavd Zotit tonë Jezusit. Falenderoj ministrantat, lexuesit, këshillin e kishës, vullnetarët e ndryshëm, të rinjet, korin. Edhe këtë vetë do të ndajmi vezet për fëmijë në të veçantë të ngjyrosura, dhe dje kena prit ma shumë me ardhën vullnetar, por kanë ardhën i kanë ngjyros vezet Maria, Angela dhe Greta, dhe për këtë dua t'i falenderoj dhe t'u bëjmë lidhura trokitje që kanë punu prej orës 10 deri në ora 3 pas dite. Normal, dua trokitje shkon edhe për korin dhe për kumarët, nuna që i kanë përcjell të neofitet apo të pagzuarit të rinj, dhe tani i ftoj të pagzuarit të rinj, t'ju kallëzomi kush janë ata si më pagzuvi pram. A muni me ardhë për para? Një është Ndriti, Dardani, Briana, Drita, Arilena, Amelia edhe Lek Dugagjini. Një duar të kitet fort për krejtë. Kjo është gëzimi i pashkëve me një mënyrë që ne ndajmi apo kisha, apo nxënësit e Jezusit dhe të krishterët e ndajnë këtë gëzim që 2000 vite në botë kudo që shkojnë, sepse jetojnë me Jezusin. Edhe njëherë faleminderit të gjithëve për sjelljet e shembullore, për shumat festa e pashkëve, Zoti qohë gjithmonë me ju dhe tani ju ndaj bekimin solem, pa çdo lutje përgjigjeni amen. Zoti qohë me ju. Në këtë kremtet e pashkëve ju bekoft hy gjithë pushtetshëm dhe ju ruajt prej çdo mëkati. Amen. Me ngjallën e një lindur i birit e vet, hyj për triu mbar njerëzimin, ai u dhuroft edhe pavdekësien. Amen.
Bas kremtimeve të mundimeve të Krishtit, me gëzim po i filloni festat e Pashkve, bëv Zoti që plot gëzim të arrini në festat e amshuara. Amen. Ju bekoft hy gjithë pushtetshëm, atje biri e shpirti i shenjtë. Me shau krye shkollin e paqe, aleluja, aleluja. Dhe tani, aleluja. Shkon kryqi me ministrantat dhe të pagzuarit do të vi me mu, kush dëshiron më ju ruhe përdore, të jenë në të hyrja arkishës.